Erdha unë, përsëri pranë jush. Ha mos i ma kaloni natën. Po bani çik thashe theme. Po u dalim pazaret. Çfarë prisni nga viti i ri 2026? Çfarë në fakt i keni kërkuar ju babadimrit në familjet tuaja? Le të flasim si fëmijë. Unë mendoj që ju keni kërkuar sa më shumë fëmijë. Me patjetër sepse është dhuratë e Zotit. Keni kërkuar ju zonja të nderuara, ju nonat mia që ju dua shumë. Keni kërkuar pensione të larta, shumë të larta. U dëgjon Edi? U dëgjon Albini? Nuk e di, do të shohim statistikat. Tani në këtë pjesë, unë dua pak të bëjmë muhabet për pensionet, për lindjet, sa fëmijë kanë lindur, cili shtet më së shumti sjellën fëmijë, cilat çifte flen më së shumti me njëri tjetrin, sipas statistikave që kanë ndodhur në vitin 2025. Do me thënë, sa kanë fjetur bashk çiftet shqiptare në vitin 2025, sa kalamona kanë sjell. Në këtë drejtim, se për të fjetë ato kanë fjetë natë për natë, po thuaj se qa kanë botë si kanë fjetë. Tani do ta kuptojmë cili shtet mban rekorde kur shtrihet në krevat. Qa bëjnë ato? Tani kështu. Sipas numrit të lindjeve në vitin 2025, të ndara saktësisht në vajza dhe në djem, i kemi shtetet e Ballkanit, se në fakt në këto në interesojnë. Greqia, Shqipëria, Kroacia, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Ndërsa me thonë të drejtën Serbi nuk e lexoj fare, se nuk dua fare ta djas që ekziston si shtet. Po e heq komplet, dhe kam heq komplet nga sistemi, ja. Nuk e njoh, pse njoh. Që dua ta lexoj kot fare tani. Kot shtet. Dëgjoni tani. Greqia. Greket kanë lindur 68 e 148.000 fëmijë. E di që do të thotë kjo? Në vitin 2025, 68.000 gra në spital. Shqipëria, 27.433. Hare, që bëni? Se s'bëni fëmijë. Qa ju kushton të bëni fëmijë? Të bëni fëmijë rritet kombi, rritet populli, rritet dora punëtore. Si thot një fjalë popullore? Jeto dhe vepro për kom, po të ishte gjaxhi e veri gjallë, sa fëmijë do bënit ju? 27.000 ka Shqipëria. Tani Kroacia del me 30.995 lindje në vit. Do me thënë një numër më i lartë si Shqipëria. Në Kosovë, 19.558 lindje në vit. Po qa bëni re? Qa bëni re tërnatët? Po investoni, se investoni për veten tuaj. Po investoni, re. Ç'të keqëre ka? Po nëna tona kanë lindur nga 14 kalamoj. Shikoni kur na tregojnë, për shembull, prindërit tan kur na tregojnë. Po në kohën tonë kanë lindur nga 14-15 kalamoj. Kanë lindur nga 20 kalamoj në kohën tonë. Dhe nuk i ka bërë qerpiku fare tak. Ka shku tjetra, ka lindur aty në Mashnë, ka lindur aty tek, nuk e di unë, ka ikur në i fush, në i gjë. Ore thente pemë në fikut, tjetra duke lindur, duke u shtrënguar aty klub, thente pemë. Ndërsa këto të sotshmet, duke i patur të gjitha kushtet, për qamet se lindi fëmijë, jo, ne duam të jetojmë si europiane, ne duam të jetojmë në jetë të thjesht, duam një banesë të vogël, me pak kushte, po fëmia është pasuri. Që kam patur gjyqet tona? Nëse. Maqedonia e Veriut, 16.313. Aty qëndro. Vëndi vogël, po pushka nuk ndalon për të lindur fëmijë. E kjo është arritje. Dhe Malizi, këto të shkretet këto. Hore, këto 6.969. Këto dembel kur zjojnë nga gjumi, dembel për të punuar, po
Po Dembele robi edhe për të bërë fëmijë? Po s'është në shkencë, në filozofia jo. Po duan të jetojnë si në Europë, këto nga që janë aristokratë. Janë ashu popull, këto janë popull i zgjumë. Do me thënë, tani, që lindin fëmijë, do me thënë Greqia në vitin 2025 ka mbajtur flamurin. 68.000 lindje. Imagjinoni qa bëhet. Tani ne shqiptarët vërtet inat kemi, po ne kemi inat në njëherë në gjërat gabuara. Hëre le t'ju kape inati, le t'a tregojmë veten, le të marrim forcën, le t'a tregojmë veten të bëjmë kalamo aty. Le t'ju ngjajmë gjysheve tona, gjyshërve tanë dhe të parëve tanë. Për shembull, tani, do të bëjmë edhe një statistik. Gjatë muajve të vitit 2025, sa fëmijë kanë lindur, për shembull në shtator kemi në Kosovë 2510 lindje, që në kupton janë 1311 janë djem dhe 1199 janë vajza. Mirë qëndrojmë, dhe me thënë, me punën e djemve qëndrojmë mirë, sepse kjo është tradita shqiptare, po nuk linde djalë, nuk je gjë. Tani shkojmë në Mars, edhe në Maj, për shembull, në Kosovë ke 2364 lindje, nuk është keqë, por në përgjithësi, do me thënë, tendenca në Ballkan është rreth 105 apo 107 le të themi tip përqindje, janë më së shumti meshkuj, që në kupton, do me thënë janë pothuajse të gjithë meshkuj në statistikën që po bëhet. Kështu që duam ne, Greqia është baba për të lindur fëmijë dhe kështu që bëjnë vetëm fëmijë. Andaj ne tashi do marrim, do bëhemi çik nervoz, do bëhemi çik nervoz. Dhe unë e di që ju do më premtoni mua, do më shkruani në komente, do më premtoni që në vitin 2026, po si ja kaluam Grekut, se ne duhet patjetër t'ja fusim ati, mos na lejoj ai t'na fut ne. Po si ja kaluam ne Grekut, po si ja kaluam Sërbit, t'i tregojmë se sa të fort jemi ne, dhe pushkat tona nuk ndalen si thonë të Xhaxhi Enver, ne do t'jemi të parët në Ballkan, dhe do t'jemi popull për t'u marrur shembull, edhe pse merremi tani. Do me thënë, duhet të investojmë në fëmijë, punoni sa më shumë burra, punoni të vendi, të lindin fëmijë sa më shumë, dhe atëherë ne do t'jemi superhero të vetes tonë. Kështu që 2026-ën, vitin e ardhshëm, në emisionin tjetër, po nuk doli Shqipëria të parët, unë do të largohem komplet nga media. Ja, këtu e premtoj. Tani le të flasim pak për këto pensionet. Hami, ku jeni ju, zonjat e mia të nderuara, ju pensionistë të dashur. Ju të cilët me këto pensione që merrni me zi bleni barnat. Ju të cilët vuani pafund, me thënë drejtën. Me zi nxirrni muajin të shkretët ju me këto pensione. Ta bëjmë njërë statistikën, të shojmë, dhe me thënë, sa janë pensionet në përbot, dhe të kuptojmë kush shtet është më i dobët në Ballkan me pensione. Tani, shteti më i dobët që nga Kosova. Pensioni bas minimal është rreth 100 euro. Po mirë më Albin më. E more dhe votë, po së të vjen zorë. Së të vjen zorë 100 euro në muaj minimali. Po që të bëj ai me 100 euro më vlla? Që të bëj? 100 euro bën të gjeli detit. Që të bëj me 100 euro i shkreti? Imagjinon, 100 euro është minimali. Është pensioni më i ulët në krahasim me shtetet e tjera të Ballkanit. Kemi Shqipërinë, kemi Edin që ka dhënë çik dorë. 164, 175. Më kuptoni, po kjo 4 nuk e kuptoj pse këtu, po bëhe 5. Se nuk e marrë vesh se si ja jep këtë 164. Do me thënë, mirë është nga viti 2023 deri në 2025, por Edi ka bindje të fortë. Ndoshta 2026-2027 ai mund të shkon edhe më shumë, kujdiet. Shkon më tepër. Do me thënë, Shqipëria radhitet e dyta në pensione pak më të ulta. Pastaj kemi Bosna Hercegovinën në Ballkan, që shkon me 270 dhe 280 euro minimali. Këto s'janë keq, me thënë drejtën. Nuk janë keq. Mirë janë.
Nuk është ndonjë gjë wow, po nuk janë keq. Domethënë, më të jetën pak më të lumtur se këta pensionistët tanë e kanë. Kemi Maqedoninë e Veriut. Kemi Maqedoninë e Veriut që nuk, më thënë, është një shtet i vogël, por me parime shumë të larta. 258 euro me 311 euro pensioni minimal. Pensionistë të dashur të Kosovës dhe të Shqipërisë, ikim në Maqedoni se atje bësh ka jeta mega luks. Do me thënë, pensionistët në Maqedoni jetokan mega luks, por mega luks më shumë jetojnë pensionistët në Malë të Zi. Mali i Zi vërtet fëmijë nuk bën, por pensionet e jep. 360 euro me 361 minimali, do me thënë, i pensionit. Kjo nuk kupton që në Malë të Zi pensionistët vlerësohen pa fund. Pastaj Edi shkon te azili pleqve, kërkon votën, Albini, të gjithë këto. Edhe më në fund, do me thënë, marrin votën, marrin lekun, presi dhe byrekun. Në këtë rast, pensionistët shqiptar janë krejtësisht të lënë pas dore. Tani çfarë i lutemi ne babadimrit në vitin 2026 për pensionistët? I lutemi me zemër që këto pensionet varfënjake, këto pensionet kështu, do me thënë, të lëna për toke krejt, o rritni, o nuk e them unë, e thon pensionistët. Sepse u tha që do i rrisin, u tha që do rrisin pensione më minimali, maksimali, qa mund t'jeton ai kur të bësh matematikën, ushqimi është bërë më shtrenjtë në Europë, barnat janë pothuajse gjysmat janë privat dhe pensionistët të shkret nuk kanë mundësi për t'i blejt, shumica e pensionistëve jetojnë vetë. Kështu që le t'i rrisin pak pensionet, hapeni pak zemër një politikanët, hapeni pak se keni ngushtu pak si shumë. Hapu. Shteti nuk është i joti, shteti është i popullit, edhe puno për popullin, po ku punoj për popullin këto të shkretët. Andaj pensionistët do kërkojnë në vitin 2026 do rriten pensionet. Tash ju do shkruani këtu komentin tek unë, do rriten pensionet, sepse unë do shkoj pak me xhinglën dhe do kthemi një rubrikë tjetër interesante që do kënaqemi pafund.